Ju përshëndes të gjithëve, të do jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua Erninda Luzi. Në fund të vitit 2025, tregu i punës tregon një rritje të numrit të punonjësve me paga më të larta, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë pesha e të punësuarve me paga të ulta dhe pranë nivelit minimal ka shënuar një rënje të lehtë. Muajor në fundit të vitit 2025 vëret një lëvizje lehtë e strukturës së pagave drejt niveleve më të larta krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Të dhënat tregojnë se një pjesë më e madhe të punësuarve po kalon gradualisht në kategori pagash më të larta, ndërsa pesha e grupeve me paga më të ulta ka rënë. Në tremujorin e 4 të vitit 2024, rreth 14.2% të punësuarve paguashin deri në nivelin e pagës minimale. Një vit më vonë, në fund të vitit 2025, kjo përqindje zbret në 12.8%, duke treguar një tkurje të lehtë të kësaj kategorie. Edhe grupi me paga 40.000 deri në 50.000 lekë shënon në rënje nga 22.5% në 21% të totalit të punësuarve. Në kategorinë e ndërmjetme ndryshimet janë më të vogla, por prirja mbetet në rritje. Pesha të punësuarve me paga 50.000 deri në 60.000 lekë rritet pak nga 11.8% në 12.1%, ndërsa grupi 60.000 deri në 95.000 lekë mbetet relativisht stabil, duke kaluar nga 24.6% në 24.8%. Rritja më e dukshme shfaqet në kategoritë më të larta të pagave. Të punësuarit që marrin 95.000 deri në 100.000 lekë përbëjnë 13.2% në fund të vitit 2025, nga 12.8% një vit më parë. Ndërkohë, grupi me paga mbi 120.000 lekë shënon zgjerimin më të madh, nga 14.1% në 16.2% të punësuarve. Në tërësi vjet re një zhvendosje graduale e strukturës së pagave drejt niveleve më të larta. Edhe pse ndryshimet nuk janë shumë të mëdha, trendi sinjalizon një rritje të numrit të punonjësve që paguhen mirë, ndërsa pesha e pagave më të ulta po zvogëlohet. Për publikun, kjo përkthet një treg pune ku të paktën sipas shpërndarjes së pagave, po shihet një përmirësim i lehtë të ardhurave. Kuvendi ka arrëzuar kërkesën në prokurorisë të posaçme për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku. Votimi u krye pasi mazhoranca dhe opozita prezantuan raportet e tyre lidhur me çështjen. Mbyllet votimi. 47 vota pro, 0 abstenim, 82 kundër. Projekt vendimi nuk miratohet. Me 82 vota kundër dhe 47 vota pro, kuvendi ka arrëzuar kërkesën e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku. Në seancën plenare të kësaj seinte, mazhoranca dhe opozita prezantuan raportet e tyre lidhur me çështjen Balluku. Relatori i mazhorancës, Sulsi Manja, gjatë prezantimit të tij tha se shumica është kundër kërkesës së SPAK, pasi deputetja Balluku nuk ka shkelur masën e mëparshme të sigurisë dhe akuza mbetet po e njëjta, shkelje e barazisë në tendera. Kërkesa e prokurorisë posaçme lidhet me zëvendësimin e një mase sigurimi ekzistuese që është respektuar plotësisht nga deputetja Belinda Balluku dhe që është gjykuar si e përshtatshme me të njëjtat fakte, prova dhe rrethana nga gjykata kompetente që është gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, gjë e cila është lënë fuqi edhe nga gjykata e apelit të posaçëm. Së dyti, akuza dhe materiali provues mbeten të njëjta me ato që ka patur në dispozicion qoftë prokuroria posaçme, qoftë gjykata e posaçme në momentin që e kanë caktuar këtë masë. Masa është respektuar plotësisht, nuk janë identifikuar rrethana të reja që ta justifikojnë vendosjen e kësaj mase. Akuza ngelet po e njëjta, ajo është shkeljes barazisë tendera dhe jo akuzë korrupsioni, nuk ka akuzë për pengim të drejtësisë dhe gjendur në këto rrethana, ne në respekt të këtij kuadri kushtetues, procedurial dhe ligjor, që në hierarki fillon me nenin 73 Kushtetutës Republikës Shqipërisë e pastaj me kodin e procedurës penale dhe rregulloren e kuvendit, i sugjerojmë sot këtij kuvendi rrëzimin e kërkesës prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar
Manja theksoi se raporti mazhorancës merr parasysh të gjithë legjislacionin shqiptar, por edhe konventa ndërkombëtare si Komisioni i Venecias. Sigurisht që edhe raporti ynë merr në konsiderat këto standarde. E para merr standardet që ka kushtetuta, neni 73. E dyta merr standardet procedurale të parashikuara në kodin e procedurës penale, por edhe jurisprudencën e gjykatës tonë kushtetuese dhe jurisprudencën e gjykatës evropiane të drejtave të njeriut, por dhe opinionet miqësore të Komisionit Venecias që e kanë shteruar këtë fushë, që ka të bëjë me trajtimin e imuniteteve kushtetuese dhe procedurale të anëtarëve të parlamentit. Qëndrimin e saj, mazhoranca e bëri me dije në mbledhjen e grupit parlamentar socialist këtë të hënë. Hynë në fuqi udhëzimi për programet e formimit profesional që do të mbështeten financiarisht gjatë vitit 2026 në kuadër të programit të nxitjes së punësimit. Për vitin 2026, mbështetja financiare do të jepet për 2 fusha kryesore të formimit profesional, për programimin dhe industrinë kulturore dhe kreative. Hynë në fuqi udhëzimi Ministrit të Ekonomisë dhe Inovacionit për programet e formimit profesional që do të mbështeten financiarisht gjatë vitit 2026 në kuadër të programit të nxitjes së punësimit. Sipas udhëzimit, për vitin 2026, mbështetja financiare do të jepet për 2 fusha kryesore të formimit profesional, për programimin dhe industrinë kulturore dhe kreative. Në fushën e programimit përfshirë një sër specializimesh që lidhen me teknologjinë dhe zhvillimin digjital, si kodimi, programimi kompjuterik, zhvillimi i aplikacioneve, robotika, elektronika, shkenca të dhënave, siguria kibernetike dhe inteligjenca artificiale. Gjithashtu, pjesë të këtyre programeve do të jenë edhe trajnimet për testimin dhe dizajnin e softwareve, dizajnin e faqeve web, përvojën dhe ndërfaqjen e përdoruesit, si edhe fushat të tjera të ngjashme, si realiteti virtual, realiteti i shtuar dhe mësimi makinerik. Ndërkohë, në fushën e industrisë kulturore dhe kreative përfshihen programe formimi që lidhen me sektorin e prodhimit artistik dhe audiovizual, ku këtu bën pjesë specializime si departamenti artistik, kamera dhe kinematografia, kostumografia, ndriçimi dhe pajisje teknike, teknika e zërit dhe pas-produksioni, efektet vizuale dhe speciale, si dhe produksioni, regjia dhe promovime. Sipas udhëzimit të botuar në fletoren zyrtare, fondet për zbatimin e këtyre programeve do të mbulohen nga programi i nxitjes së punësimit, ndërsa përgjegjëse për zbatimin do të jetë Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive. Kurset e formimit profesional synojnë kualifikimin dhe rikualifikimin e punëkërkuesve me qëllim përgatitjen për integrim të shpejtë në tregun e punës dhe ka një kohë zgjatje nga 3 deri në 12 muaj. Institucionet që ofrojnë kurse të formimit profesional konkurrojnë me anë të një kërkese për të përfituar mbështetje financiare. Kërkuesi plotëson në mënyrë kumulative kriteret e përgjithshme dhe kërkesa e dokumentacionit për pjesëmarrjen në institucioneve të interesuara të formimit profesional në skemën e mbështetjes financiare dorëzohet nëpërmjet portalit e-Albania. Po kështu synohet që përmes këtyre programeve të rritet mundësia për punësim dhe të përgatisim profesionistë në sektor që po kërkohen gjithnjë më shumë në tregun e punës. Qeveria ka ndryshuar vendimin që përcakton kriteret për financimin e projekteve rinore nga buxheti i shtetit, duke zgjeruar rrethin e përfituesve. Përveç organizatave rinore në skemën e grantit, do të mund të aplikojnë edhe bashkitë dhe grupet jo formale të rinjve, të cilët kanë një projekt me interes publik. Individët të cilët përfitojnë nga grantet shtetërore për projektet rinore tashmë do të kenë më shumë mundësi për financim. Qeveria ka miratuar disa ndryshime në vendimin që përcakton kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes së organizatave që përfitojnë fonde nga buxheti i shtetit. Përveç organizatave rinore dhe organizatave për të rinjt, në skemën e financimit do të mund të aplikojnë edhe bashkitë dhe grupet jo formale të rinjve, duke zgjeruar kategorinë e përfituesve të fondeve publike. Një nga risit kryesore është përfshirja e grupeve jo formale rinore, të cilat përkufizohen si organizime të përkohshme dhe vullnetare
të rinjve për realizimin e iniciativave me interes komunitar. Për të përfituar mbështetje financiare, grupi duhet të përbëhet nga të paktën 4 anëtar të moshës 15 deri në 29 vjeç, të cilët angazhohen vullnetarisht për realizimin e një projekti të bazuar në nevojat e komunitetit. Edhe pse nuk kanë personalitete juridike, këto grupe duhet të caktojnë një përfaqësues madhor, i cili mban përgjegjësi administrative dhe financiare për menaxhimin e fondeve dhe për marrëdhëniet me institucionet. Grupi dhe përfaqësuesi i tij duhet të angazhohen për raportim përshkrues financiar, si dhe i nënshtrohen kontrollit dhe verifikimit nga Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe organet kompetente. Projektet që aplikojnë duhet jenë me interes publik dhe jo fitimprurse, të angazhohen për respektimin e parimeve të mos diskriminimit, barazisë gjinore, përfshirje sociale dhe vlerave demokratike, ndërsa grupi duhet të paraqes një deklaratë të nënshkruar nga të gjithë anëtarët në përbërjen e tij, rolet dhe planin e veprimit të iniciativës. Fondet e përfituara do të shpërndahen në 3 këste, 50% pas nënshkrimit të kontratës së grantit, 40% pas raportit të ndërmjetëm dhe 10% pas raportit përfundimtar financiar dhe përshkrues. Ndryshimet parashikojnë gjithashtu digitalizimin e procesit të aplikimit, pasi aplikimet për grant do të kryhen elektronikisht përmes portalit qeveritar i Albania, ku subjektet duhet të ngarkojnë dokumentacionin përkatës. Për organizatat apo grupet që nuk shpallen fituese, parashikohet edhe e drejta e ankimimit administrativ brenda 10 ditëve nga njoftimi i vendimit. Ndryshimet synojnë të rrisin aksesin e të rinjve në fondet publike dhe të mbështesin më shumë iniciativa komunitare që lidhen me zhvillimin dhe përfshirjen e tyre sociale. Që nga fillimi i këtij viti, në vend numëroheshin deri në 23.000 listime aktive në platformën Airbnb. Krahasuar me vitin 2023, ofertat janë rritur me gati 40%, ndërsa në raport me vitin 2022 rritja kalon 70%. Një studim i publikuar nga Investropa tregon se tregu i qirave afatshkurtra në Shqipëri po zgjerohet me ritme të shpejta, që në nisje të 2026-s në vend numëroheshin deri në 23.000 listime aktive në platformën Airbnb. Shumica e tyre ishin të përqendruara në Tiranë si dhe përgjatë qyteteve bregdetare si Vlorë, Durrës dhe Sarandë. Sipas analizës, numri i listimeve është rritur ndjeshëm vitet e fundit. Krahasuar me vitin 2023, ofertat janë rritur me gati 40%, ndërsa në raport me vitin 2022 rritja kalon 70%. Kjo tregon se gjithnjë më shumë pronar po i drejtojnë qirave afatshkurtra, ndërsa fluksi i turistëve që vizitojnë Shqipërinë vazhdon të rritet nga viti në vit. Studimi vlerëson se shkalla mesatare e zënjes për pronat në Tiranë është rreth 48%, që do të thotë se një apartament tipik pret mysafir pothuajse gjysmën e netëve të vitit. Në shumicën e rasteve, zënja luhatet nga 35% deri në 58%, ndërsa pronat me performancën më të mirë mund të arrijnë edhe mbi 65%. Edhe pse ky nivel është pak më i ulët se në disa destinacione të njohura të Europës perëndimore, Tirana konsiderohet konkurruese në rajonin e Ballkanit, duke reflektuar zhvillimin e shpejtë të turizmit dhe infrastrukturës turistike në Shqipëri. Në Tiranë, çmimet për një natë ndryshojnë ndjeshëm nga një zonë në tjetrën. Në zonat më periferike si Kamës, çmimet mund të nisin nga rreth 25 euro për natë, ndërsa në zonat më të kërkuara të qytetit si Bloku mund të arrijnë deri në 85 euro. Ndër zonat me çmimet mesatare më të larta për natë përfshihen Bloku, zona e sheshit Skënderbej dhe Pazari i Ri, ku çmimet lëvizin përgjithsisht nga 60 deri në 85 euro për natë. Në anën tjetër, zonat me çmime më të përballueshme mbeten Kamza, Lapraka dhe Kino Studio, ku çmimet zakonisht variojnë nga 25 deri në rreth 42 euro për natë. Megjithatë, edhe këto zona vazhdojnë të kenë kërkesë, sidomos nga turistë që kërkojnë qëndrime më të gjata ose alternativa më ekonomike, kur opsionet në qendër janë të rezervuara. Lufta në lindjen e mesme pritet të sjellë një goditje të dyfisht në ekonominë shqiptare që vjen nga rritja e çmimit të naftës si dhe efektet në kursin e këmbimit, ku parashikohet një forcimi i eurës në raport me lekun. Rritja e çmimit të naftës në Shqipëri si pasojë e konfliktit në lindjen e mesme pritet të sjellë efekte në të gjithë zinxhirin e furnizimit. Sipas një analize të Altax, duke qenë se karburanti është input bazë për transportin e mallrave, mekanikën bujqësore, makineritë e ndërtimit dhe funksionimin e industrisë prodhuese, kostoja e transportit rritet ndjeshëm duke u transmetuar tek çmimet finale të ushqimeve, materialeve të ndërtimit, produkteve industriale dhe shërbimeve turistike. Konkretisht referuar analizës në bujqësi kur karburanti zë 20 deri në 30% të kostove operative, çmimet e produkteve ushqimore rriten duke shtuar inflacionin ushqimor që peshon rreth 25 deri në 40% në shportën e konsumatorit.
Në ndërtim dhe turizëm, presioni mbi kostot operative ul margjin e fitimit dhe ngadalëson aktivitetin. Për qytetarët, kjo përkthehet në rritje të kostos së jetesës, me transport më të shtrenjtë dhe çmime më të larta për pothuajse çdo mall dhe shërbim, duke ulur fuqinë blerëse dhe duke ushtruar presion social. Analiza nënvizon se ky efekt amplifikohet nga kursi i këmbimit euro-lek, që në mars 2026 lëviz rreth 96 lek për euro, me tendencë të lehtë forcimit të euros në periudhën afatmesme 2026-2028 sipas parashikimeve makroekonomike. Shqipëria ka euroizim të lartë financiar dhe tregtar, me mbi 55% të depozitave dhe rreth 45% të kredive në euro. Një forcim i euros rrit menjëherë kostot e importeve energjetike, të paguara në valutë huaj dhe nëse çmimi ndërkombëtar i naftës stabilizohet pjesërisht. Referuar analizës, kështu krijohet një goditje e dyfisht, ku çmimi global i lartë i naftës nga lufta në Iran kombinohet me efektin e kursit të këmbimit, duke shtuar presion inflacionist të importuar dhe duke zgjeruar deficitin tregtar. Kostot e prodhimit dhe transportit rriten më tej duke përkeqësuar inflacionin e kostos, që prek sektorët kyç si bujqësia, ndërtimi, industria dhe turizmi. Por nga ana pozitive relative, forcimi i euros përmirëson konkurrueshmërinë e eksporteve shqiptare dhe rrit vlerën në lek të remitancave të ardhurave nga turizmi, që përbën një pjesë të konsiderueshme të BBB-s. Megjithatë, për një ekonomi që importon mbi 90% e energjisë dhe inputeve të ndërmjetme, efekti neto mbetet negativ. Rritja e kostove të prodhimit të i kalon përfitimet nga eksportet dhe turizmi. Në sektorin financiar, bara e kredive në euro rritet për ata që gjenerojnë të ardhura në lek, duke rrezikuar rritjen e kredive me probleme, nëse deprecimi vazhdon pa rritje proporcionale të pagave. Kjo goditje e dyfisht rrit inflacionin, kostot e prodhimit dhe pasigurinë, duke kërkuar politika të kujdesshme monetare e fiskale për të mbrojtur stabilitetin dhe fuqinë blerëse të qytetarëve. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi konfirmoi se ofertuesi për ndërtimin e portit të ri tregtar në Porto Romano është tërhequr për arsye ekonomike. Sipas ministrit, në bashkëpunim me qeverinë dhe institucionet përkatëse, do të ndërtohet një skenar alternativ për të çuar përpara investimin, duke siguruar se asnjë faktor politik nuk do të ndalë realizimin e këtij projekti kyç për ekonominë e Shqipërisë. Ofertuesi për ndërtimin e portit të ri tregtar në Porto Romano është tërhequr për arsye ekonomike. Në daljen për mediat pas mbledhjes së qeverisë, ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi tha se arsyeja e tërheqjes së kompanisë argumentohet me rritjen e kostove të përgjithshme të ndërtimit, por gjithsesi procesi do të vazhdojë me qëllim realizimin e projektit. Kemi një tërheqje të ofertuesit të vetëm që kishte mbetur në këtë garë, me një arsye krejtësisht ekonomike, për shkak të rritjeve të kostove dhe efekteve të krizës. Ka një rritje të kostove totale të ndërtimit në përgjithësi. Ofertuesi ka bërë një tërheqje duke justifikuar me qëllimet ekonomike. Komisioni do vijojë me vijimin e procedurës. Karakaçi risolli në vëmendje deklaratën e bërë pak ditë më parë nga kryeministri, i cili paralajmëroi se ka aktorë të ndryshëm që përpiqen të sabotojnë këtë projekt të rëndësishëm infrastrukturor për vendin, por shtoi se do të ndërtohet një skenar alternativ për ta çuar përpara investimin. Patjetër ne do ndërtojmë një skenar tjetër në bashkëpunim patjetër me qeverinë dhe çdo faktor apo aktor tjetër nuk do mundet që ta frenojë këtë projekt, sepse ky është një projekt shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit. Tenderi për ndërtimin e portit të ri tregtar në Porto Romano u hap fillimisht në muajin korrik të vitit 2024, por gara nuk u finalizua me sukses, duke u rishpallur në dhjetor të po atij viti. Gara tenderuese ishte për fazën e parë të projektit, që përfshin zhvillimin e një terminali kontejnerësh, ndërsa fondi limiti vënë në dispozicion ishte 39.32 miliard lek apo rreth 400 milion euro. Çmimet e karburanteve në treg do të monitorohen çdo ditë. Këtë e deklaroi ministra e ekonomisë Delina Ibrahimaj pas mbledhjes së qeverisë. Ajo kërkoi që kompanitë të tregojnë kujdes të shtuar me rezervën e detyrueshme dhe la të hapur mundësinë edhe për ndërhyrje në taksa nëse do të jetë e nevojshme. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj nuk e përjashton mundësinë e uljes së taksave të naftës, e më specifikisht akcizës, për të ulur çmimin final, teksa foli për situatën e krijuar në tregun e karburanteve si pasojë e krizës në linjën e mesme. Ajo tha se aktualisht vëmendja është përqendruar te monitorimi i abuzimeve nga kompanitë e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve, por në varësi të ecurisë së krizës mund të ndërmerren edhe masa të mëtejshme. Nuk jemi akoma në situatën siç thash që
të marrim masa të tilla, megjithatë monitorimi ynë përfshin të gjithë analizat e mundshme dhe sigurisht do jemi shumë të kujdesshëm që nëse çmimi do të kalojë nivele shumë të larta, ne do të marrim masat e duhura. Ndërkaq Ibrahimaj konfirmoi se kompanitë e kanë të krijuar rezervën strategjike sipas legjislacionit në fuqi. Ai kanë rezervën dhe gjithashtu garantojnë që furnitorët e tyre garantojnë zinxhirin e furnizimit. Në ndërkohë që çmimi, siç thash, është i përbërë nga çmimi i bursës, nga taksat dhe nga marzhet e fitimit të kompanive, marzhet e fitimit të cilat neve do të jemi shumë të kujdesshëm të monitorojmë me bazë ditore me qëllim që të kuptojmë nëse ka apo jo spekulime në treg. Çmimi përcaktohet duke marrë si referencë çmimet e naftës në bursën ndërkombëtare Platz, të cilave ushtohen kostot e transportit, taksat dhe marzhet e fitimit për kompanitë e tregtimit me shumicë dhe pakicë. Aktualisht për 1 litër naftë qytetarët paguajnë rreth 27 lek taks qarkullimi, rreth 40 lek akcizë, 3 lek taks karboni, si dhe disa tarifa të tjera si taksa e rilicencimit, koncesioni markimit dhe skanimi karburanteve. Në total, vetëm nga këto taksa, në çmimin e 1 litri karburant përfshihen rreth 80 lek. Ndërsa çmimi i shtohet dhe 20% tatimi mbi vlerën e shtuar. Ndërkaq e pyetur nga televizioni Skan në lidhje me çmimet e produkteve të shportës, që mund të ndikohen nga rritja e çmimit të karburantit, ministria tha se edhe në këtë drejtim tregu po mbahet në monitorim, ndonse është kërkesë oferta që dikton çmimet. Ministria e Financave ka bërë efektive një task force të përbashkët midis doganave dhe tatimeve për të monitoruar tregun në të gjithë vendin. Synimi është parandalimi i abuzimeve me çmimin në dëm të konsumatorit vendas. Një task force e përbashkët midis Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Drejtorisë së Doganave do të monitorojë tregun e karburanteve në mënyrë që të mos ketë abuzime me çmimet për qytetarët shqiptar. Ministri i Financave Petrit Malaj zhvilloi një takim me Drejtorin e Përgjithshëm të Tatimeve Ilir Binaj dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Doganave Besmir Beja, ku dakordësua plani operacional për ngritjen e një task force të përbashkët mes dy institucioneve. Kjo task force do të ketë në fokus rritjen e kontrollit dhe efikasitetin tatimor dhe doganor në sektorin e hidrokarbureve, si në tregtimin me shumicë ashtu dhe në atë me pakicë, në mënyrë që të shmangen rritjet abuzive të çmimit të tregtimit të karburanteve dhe duke mbrojtur kështu qytetarët shqiptar. Ministri Malaj theksoi se ky plan operacional vjen edhe në kontekstin e zhvillimeve të fundit ndërkombëtare, të cilat kanë ndikuar në çmimet e hidrokarbureve. Sipas tij, çmimet do të jenë në monitorim nga këto dy institucione, në mënyrë që të mos lejohet rritja abuzive e tyre në sektorin e tregtimit të hidrokarbureve me shumicë apo edhe me pakicë. Task Force do të bëjë një vlerësim të riskut të operatorëve që operojnë në këtë sektor, por nga ana tjetër do të merren dhe informacione nga tregu për sa i përket abuzimeve potenciale që mund të ndodhin. Ministri ka theksuar se kontrolli do të fokusohet jo vetëm në dokumentacionin doganor apo tatimor, por edhe në kontrollin fizik të sasive të hidrokarbureve që tregtohen në pikat e tregtimit me shumicë dhe pakicë. Nga ana e tij, Drejtori i Përgjithshëm i Doganave Besmir Beja bëri të ditur se kontrollet do të shtrihen në të gjithë territorin e vendit, bazuar në subjektet e identifikuara me risk. Sipas tij do të ngrihen grupe të përbashkëta kontrolli me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve për të garantuar që aktiviteti i subjekteve të zhvillohet në përputhje me ligjin, si dhe që çdo shitje të jetë e regjistruar fiskalisht dhe karburanti i tregtuar të përmbush të gjitha detyrimet doganore dhe tatimore. Ndërkohë, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve Ilir Binaj u shpreh se institucionet kanë koordinuar planin operacional dhe kanë nisur analizën e riskut. Ai theksoi se eksperiencat nga operacionet e mëparshme kanë ndihmuar në identifikimin e problematikave konkrete në këtë sektor, ndërsa objektivi është që operacioni të shtrihet në një periudhë të gjatë kohore, me qëllim rritjen e formalizimit dhe garantimin e funksionimit të rregullt të tregut të hidrokarbureve. Ky është reagimi i dytë pas monitorimit të nisur nga Autoriteti i Konkurrencës në këtë aspekt. Çmimet e naftës në tregjet globale vijojnë të mbeten të larta, por Shqipëria renditet ndër vendet me çmimin më të shtrenjtë të karburantit. Ndërkohë, disa vende të rajonit si Kroacia dhe Slovenia kanë ndërhyrë me masa për të frenuar shtrenjtimin e karburanteve për konsumatorët. Çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare vijojnë të qëndrojnë në nivele të larta duke reflektuar tensionet dhe pasiguritë në tregun global të energjisë. Sipas të dhënave të fundit nga tregjet e madhrave, nafta Brent tregtohej rreth $89.3 për fuqi, sipas përditësimit të 11 marsit të këtij viti. Rritja dhe luhati në tregjet ndërkombëtare të energjisë reflektohen edhe në çmimet e karburanteve në vende të ndryshme të botës.
Sipas të dhënave të platformës ndërkombëtare Global Petrol Prices, më 9 mars të vitit 2026 çmimi mesatari i naftës në botë ishte rreth $1.33 për litër. Megjithatë, diferencat mes vendeve janë shumë të mëdha dhe lidhen kryesisht me politika fiskale, taksa dhe subvencione që aplikojnë qeveritë për karburantet. Me rreth $2.399 për litër, Shqipëria renditet ndër vendet me çmimin më të lartë të naftës në botë. Sipas të dhënave të Global Petrol Prices, vendi pozicionohet në pjesën e sipërme të renditjes globale pranë disa prej ekonomive të zhvilluara europiane si Suedia, ndërsa rezulton me çmime më të larta se vendet të mëdha të Bashkimit Evropian si Italia dhe Franca. Çmime dhe më të larta regjistrohen vetëm në disa tregje me taksa shumë të larta mbi karburantet ose me kosto të mëdha importi si Singapori, Zvicra dhe Gjermania. Në rajonin e Ballkanit çmimet janë dukshëm më të ulta krahasuar me Shqipërinë. Në Bosnjë Hercegovinë një litër naftë kushton rreth $1.516, në Maqedoninë e Veriut $1.611, ndërsa në Malin e Zi rreth $1.742 për litër. Në Serbi çmimi i naftës arrin në $2.008 për litër. Në anën tjetër të renditjes janë vende prodhuese të mëdha të naftës ku çmimet e karburantit mbeten shumë të ulta, shpesh për shkak të subvencioneve shtetërore. Në Venezuelë një litër naftë kushton vetëm rreth $0.004, në Iran rreth $0.006, ndërsa në Libi rreth $0.024 për litër. Në ekonomitë e mëdha botërore çmimet janë më të moderuara. Në Shtetet e Bashkuara një litër naftë kushton rreth $1.284, ndërsa në Japoni rreth $0.927 për litër. Në krye të listës me çmime më të larta renditen disa tregje me taksa të larta dhe kosto të mëdha importi. Në Hong Kong një litër naftë kushton rreth $3.946 për litër, ndërsa në vende si Danimarka dhe Gjermania çmimi varion nga $2.5 në $2.7. Përballë rritjes së çmimeve të energjisë, disa vende të rajonit kanë ndërmarrë masa për të zbutur ndikimin te konsumatorët. Në Kroaci, qeveria vendosi të kufizojë çmimet e karburanteve për të mbrojtur standardin e jetesës së qytetarëve. Sipas vendimit, çmimi maksimal e euro diesel pa aditiv do të jetë rreth €1.55 për litër, ndërsa benzina Euro Super nuk do të kalojë €1.50 për litër. Ndërkohë, Slovenia vendosi të ulë akcizat mbi karburantet për të zbutur efektin e rritjes së çmimeve globale të naftës. Nga 10 marsi deri me 23 mars të vitit 2026, çmimi maksimal i benzinës është vendosur në €1.466 për litër, ndërsa nafta në €1.528 për litër, sipas njoftimit të Ministrisë së Mjedisit dhe Energjisë. SBA do të hedhin në treg 172 milion fuqi naftë nga rezervat e tyre strategjike në një përpjekje për të ulur çmimet globale që janë rritur ndjeshëm për shkak të luftës në lindjen e mesme. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ra dakord me 32 vende të hedhin në treg 400 milion fuqi naftë shtesë. SBA do të hedhin në treg 172 milion fuqi naftë nga rezervat e tyre strategjike të naftës në një përpjekje për të ulur çmimet e naftës që janë rritur ndjeshëm për shkak të tronditjeve të furnizimit nga lufta SBA-Izrael kundër Iranit. Sekretari amerikan i energjisë Chris Wright tha se vendimi është pjesë e një iniciative tjetër më të gjerë për 400 milion fuqi naftë për të cilën u ra dakord nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë me 32 vende më herët gjatë ditës. Wright tha se hedhja në treg do të fillojë javën tjetër dhe do të duan rreth 120 ditë për të dorëzuar. SBA dhe Izraeli filluan sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt. Irani është përgjigjur me sulmet e veta ndaj Izraelit dhe vendeve të gjirit me baza amerikane. Duke rritur rreziqet për ekonominë globale, trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit thanë se do të bllokonin dërgesat e naftës nga gjiri nëse sulmet e SBA-s dhe Izraelit nuk ndalen. Lufta ka ndërronditur tregjet në të gjithë botën. Kur u pyet më herët nëse po shërtonte pragun për rezervën strategjike të naftës, presidenti Donald Trump tha se Washingtoni do ta ulë të pak. Shtetet e Bashkuara kanë arritur marrëveshje për të zëvendësuar këto rezerva strategjike me afërsisht 200 milion fuqi brenda vitit të ardhshëm, tha sekretari amerikan i energjisë në një deklaratë. Irani ka eksportuar rreth 13.7 milion fuqi naftë të papërpunuar që kur Izraeli dhe SBA nisën sulmet ndaj vendit më 28 shkurt. Sipas analistëve, për sa kohë që Irani po lëviz anijet e tij në rajon, ai ka një nxitje për ta mbajtur të hapur ngushticën e Hormuzit.
Nafta bruto iraniane ka vazhduar të transportohet përmes ngushticës së Hormuzit me një ritëm pothuajse normal, edhe pse sulmet e lidhura me Teheranin ndaj anijeve në kanalin e ngushtë ujor kanë shkatëruar eksportet nga vendet e tjera të gjirit. Irani ka eksportuar rreth 13.7 milion fuqi naftë pa përpunuar që kur Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara nisën sulmet ndaj vendit më 28 shkurt, sipas një analize nga tankertrackers.com, një kompani inteligjence detare e specializuar në gjurmimin e të ashtuquajturës flotë në hije, një rrjetanie është të përdorura për të transportuar naftë dhe gaz nga vendet nën sanksione perëndimore. Shërbimi i gjurmimit të anijeve Kepler vlerësoi se eksportet iraniane në 11 ditët e para të marsit ishin edhe më të larta në rreth 16.5 milion fuqi. Hakmarrja e Iranit ndaj sulmeve izraelite dhe amerikane ka përfshirë sulme ndaj anijeve në ngushticën e Hormuzit dhe infrastrukturës energjetike në të gjithë lindjen e mesme, duke i ndalur tranzitet e anijeve jo iraniane përmes portës kryesore për pjesën më të madhe të eksporteve të naftës së lindjes së mesme dhe duke i detyruar prodhuesit në rajon të ulin prodhimin. Sipas analistëve, përsa kohë që Irani po lëviz anijet e tij nëpër rajon, ai ka një nxitje për ta mbajtur të hapur ngushticën e Hormuzit të paktën deri në një farmase. Të dhënat e Tanker Tracker dhe Kepler tregojnë se eksportet e naftës bruto të Iranit janë të barabarta me 1.1 milion fuqi në ditë dhe 1.5 milion fuqi në ditë nga 28 shkurti deri më 11 mars. Eksportet mesatare të vendit vitin e kaluar ishin 1.69 milion fuqi në ditë. Ritmi mund të përshpejtohet në ditët në vijim. Disa transportues shumë të mëdhenj të naftës bruto, anijet më të mëdha të naftës në shërbim, ende po ngarkojnë naftë në qendrën e eksportit të ishullit Kang të Iranit. Përpara sulmeve të nisura me 28 shkurt, Irani kishte rritur eksportet në rreth 2.17 milion fuqi në ditë në shkurt, në pritje të një veprimi ushtarak izraelito-amerikan. Lufta në Iran mund të rrisë çmimet globale të ushqimeve pasi konflikti ndërprer dërgesat e vlerave kimike përmes njërës prej rrugëve tregtare më kritike në botë. Studimi vlerëson se kjo situatë mund të rrisë inflacionin në ushqimet në shtëpi me afërsisht 2%. Lufta në Iran mund të rrisë çmimet globale të ushqimeve pasi konflikti ndërprer dërgesat e vlerave kimike përmes njërës prej rrugëve tregtare më kritike në botë. Ndërsa tregjet e energjisë janë përqendruar në rreziqet e furnizimit me naftë, analistët thonë se kërcënimet ndaj zinxhireve të furnizimit me vlera kimike përmes ngushticës së Hormuzit mund të sjellin edhe probleme ekonomike afatgjata përmes inflacionit të ushqimit. Për te energjisë, një rrezik tjetër që po i kushtohet më pak vëmendje është efekti i mundshëm negativ në çmimet e ushqimeve, pasi mungesa e vlerave i rrit kostot bujqësore, theksoi një studim i firmës Wolf Research. Studimi vlerëson se kjo situatë mund të rrisë inflacionin në ushqimet në shtëpi me afërsisht 2%, duke shtuar rreth 0.15% në inflacionin total në SBA, përveç rritjes prej afërsisht 0.40% nga energjia. Këto rritje të mundshme të çmimeve vijnë në një kohë kur konsumatorët amerikanë përballen me një periudhë të qëndrueshme të çmimesh më të larta për ushqimin, strehimin dhe energjinë. Më shumë se 1/3 e vlerave kimike të tregtuara globalisht kalon nëpër ngushticën e Hormuzit, duke bërë atë një arterie kritike për zinxhirët e furnizimit bujqësor. Trafiku tregtar përmes rrugës është ndalur kryesisht nga fillimi i luftës në fund të muajit të kaluar, duke ndërprer dërgesat pikërisht ndërsa fermerët në të gjithë hemisferën veriore përgatisin fushat për mbylljet e pranverës. Koha është kritike sepse vlerat aplikohen në fillim të ciklit të korrave dhe ndihmojnë në përcaktimin e rendimenteve më vonë gjatë vitit. Midis javëve që përfunduan më 27 shkurt dhe 6 mars, të cilat përfshin fillimin e luftës, çmimi për ton të shkurtër të importeve të vlerave ure në SBA u rrit me 30%. Ureja me bazë azoti që përdoret gjërësisht për të rritur rendimentin e të korrave është një nga vlerat kimike më të tregtuara që qarkullojnë në rajon. SBA të mbështeten në tregjet globale të vlerave, duke importuar afërsisht 20% të përdorimit të tyre në total. Megjithse, vlerat e azotit si ureja vijnë nga një grup më i gjerë furnizuesish, duke përfshirë Kanadan, Trinidadin dhe Tobacon, Rusinë dhe vende të tjera. Efekti mund të shtrihet në të gjithë botën dhe për te malrave. Azia dhe Afrika janë veçanërisht të varura nga eksportet e vlerave nga rajoni i gjirit. Vende të tilla si India mbështeten shumë në furnizimet e gjirit, ndërsa disa ekonomi afrikane varen nga materialet e importuara të përdorura për të prodhuar vlera.
Zyrtarët e administratës së presidentit Donald Trump vlerësuan se 6 ditët e para të luftës kundër Iranit i kishin kushtuar Shteteve të Bashkuara të paktën 11.3 miliard dollar. Disa ligjvënës presin që Shtëpia e Bardhë së Shpejtit i paraqes Kongresit një kërkesë për rreth 50 miliard dollar fonde shtesë për luftën. Zyrtarët e administratës së presidentit Donald Trump vlerësuan gjatë një informimi në Kongres këtë javë se 6 ditët e para të luftës kundër Iranit i kishin kushtuar Shteteve të Bashkuara të paktën 11.3 miliard dollar. Kjo shifër nuk përfshinte të gjithë koston e luftës, por jo dha ligjvënësve, ndërsa ata kanë kërkuar më shumë informacion rreth konfliktit. Disa ligjvënës presin që Shtëpia e Bardhë së Shpejtit i paraqes Kongresit një kërkesë për fonde shtesë. Zyrtarët thanë se kërkesa mund të jetë 50 miliard dollar, ndërsa të tjerë kanë thënë se ky vlerësim duket i ulët. Administrata nuk ka dhënë një vlerësim publik të kostos së konfliktit apo një ide të qartë për kohëzgjatjen e tij të pritur. Trump tha gjatë një udhëtimi në Kentucky se ne fituam luftën, por se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë në luftë për të përfunduar punën. Fushata kundër Iranit filloi më 28 shkurt me sulme ajrore amerikane dhe izraelite dhe deri më tani ka vrarë rreth 2000 njerëz, kryesisht iranian dhe libanez, ndërsa konflikti është përhapur në Liban dhe ka futur në kaos tregjet globale të energjisë dhe transportin. Zyrtarët e administratës u kanë thënë gjithashtu ligjvënësve se municione me vlerë 5.6 miliard dollar u përdorën gjatë 2 ditëve të para të sulmeve. Antarët e Kongresit, të cilët së shpejti mund të duhet të miratojnë fonde shtesë për luftën, kanë shprehur shqetësime se konflikti do të paksojë rezervat ushtarake amerikane në një kohë kur industria e mbrojtjes tashmë po luftonte për të përballuar kërkesën. Trump u takua me drejtuesit e 7 kontraktorëve të mbrojtjes javën e kaluar, ndërsa Pentagoni punonte për të rinisur furnizimet. Ligjvënësit demokrat kanë kërkuar dëshmi publike nën betim nga zyrtarët e administratës në lidhje me planet e presidentit republikan për luftën, duke përfshirë periudhën se sa mund të zgjasë ajo dhe cilat janë planet e tij për Iranin pasi të kenë pushuar luftimet. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.